Kjo është ajo me cilën e kemi betejën, në fakt. Gjysma është mavi, gjysma është blu. Është Merimanga e cila për 34 vite e ka marrë peng këtë vend, duke shtrirë atë rrjetën në çdo fushë, në media, në akademi, në sport, në tregti, në çdo sferë të jetës, ku brezi im do të konkurrojë, do të ecë përpara me punë. Pyetja nuk është çfarë di, pyetja nuk është çfarë ke bërë me jetën tënde ose profesionalisht, pyetja është si e ke mbiemrin, kush ka sjell, edhe të çojë nga xhepi. Dhe gjithë ky rrjet Merimange ka përmbledhet në një kokë që është gjysmë mavi, gjysmë blu, sepse e kanë shtruar rrjetin për 34 vjet. Ajo që ne duam të bëjmë është ta shturim të rrjet Merimange. Ky është misioni. Ja kemi dalë disa nga fijet më të errta, i kemi prerë edhe duke qenë jashtë. Ju e dini se keni raportuar kallëzimet që ne kemi bërë SPAK, ato fijet që vidhin lekët e ilaçeve, lekët e shkollave e tjerë. Duke hyrë në parlament, me komisionet timore, me betejën që ne do të bëjmë, jam i bindur që do ta shpartallojmë të Merimang për t'i dhënë mundësi konkurimi dhe gare brezit tim. Ndërkohë që ti më ke sjellë Merimangën me 2 ngjyra si simbol, si pasqyrë të 2 partive tradicionale, të lutem më lejo të citoj pak disa fjalë të kryeministrit në një takim që ka mbajtur në Itali gjatë javës së kaluar. Janë dhe sa të tjerë, thotë zoti Rama, që vim vërdall këtu në Itali. Ne jemi forcë re, thotë zoti Rama, kanë dhe ca emra, jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç. Dëgjoni këtu, tha kryeministri, ata të re kanë vetëm fytyrën dhe moshën e kryetarëve të tyre, asgjë të re nuk kanë. Ju demotivon fakti që ndërkohë që dhe ju bëni fushat kundër të mëdhenjve dhe të mëdhenjt nuk është se ju lënë jashtë vëmendjes apo jo? Po, këta janë kandidatët tanë. Asnjë nga këta nuk është në tim nga SPAK-u, siç janë kandidatët e Berishës apo të Ramës. Asnjë nga këta nuk vjen nga burgu, siç janë kandidatët që i kishte Rama dhe u detyrua të hiqte me ligjin për dekriminalizimin. Kështu që në këtë pikë, po, padyshim janë fytyra të reja, dhe unë mendoj që edhe ky ujë, po të kishte 34 vite këtu, as unë s'do ta pinim. Jo ne, po dhe kafsha që s'ka mend, nuk e pinë ujin që ka 20-34 vjet i ndenjur aty, sepse do pi ujë që qarkullon. Kështu që po, ne kemi fytyrë të re, ndryshe nga Rama që ka 34 vite në pushtet. Tani ai tha një gjë, tha, këta s'kan asnjë gjë tjetër të re. Ç'a përfaqëson politika e vjetër në Shqipëri? Politika e vjetër në Shqipëri e para ka mentalitetin e pronarit, e çiftligarit, që sillet kryetari i partisë e hipotekon partinë, Rama tani me shumë gjazo trashëgoi me certifikat pronësie tek familja e vet, sepse ai vendos për gjithçka në atë parti, ka heq mundësinë për të zgjedh, ka krijuar një listë të mbyllur, bunker, ku fut këta të besuarit e vet, dhe të gjithë tjerëve i lë jashtë të luftojnë. Ç'a kemi bërë ne? Ne kemi dalë garë të hapur. Ne kemi djeg listën e mbyllur me kandidat fiktiv, të cilët japin dorëheqjen, dhe ne jemi të gjithë nga i pari tek i fundit. Unë, Adriatiku, Pano, Marseli, Bruna, të gjithë jemi në garë të hapur me njëri tjetrin, sepse vendos votuesi. Dhe unë mendoj që kjo është e re, krahasuar me mentalitetin e vjetër që ka Rama. E dyta, ç'a ka përfaqësuar politika e vjetër në Shqipëri? Diskursin politik ku merret me personin, merret me familjen e personit. Edhe dje në atë fjalim, ai u mor me familjen tonë, u mor me familjarët tanë. Ne nuk merremi me familjen e Ramës. Ndryshe nga çka bër Rama, Berisha, Stalini, Enver Hoxha, se ky është mentaliteti i vjetër i të bërit politik.